Po, na jena të gatshëm qysh dje, dhe pse shumica e pjesëmarrësve nuk janë të gatshëm, po na të posën përvojën e era të kalume jena të gatshëm edhe sot me startu. Qysh nga ky moment? Jo, prej kryetarit komunës nuk kena marrë kur gjë, po prej organizatorit kena marrë vesh që sot është një koncert me Xherikën, edhe jena të gatshëm me i prit mysafir kurrë që vjen. Po deri tash nuk ka thujse hiç, se të pas parasysh se shumica janë të punu, ata menojnë që nuk janë gatshëm hala për me u furnizu me produkte dhe besoj që ma vonë ka me pasën floks njerëzve dhe me pasën. Po, normalisht do të me pasën edhe organizim për i komunës për me zbukuru shtetin, këtë farë sheshin edhe se normalisht kur ka drita ma shumë njerëzit janë të primë për me orë me vizitu për veneve tjera, kështu në këtë mënyrë i bjen që ma shumë janë të rregullu me qytete tjera se kryeqyteti i Kosovës. Edhe fatkeqësisht është kjo që po ndodh. Po, edhe pse na kanë jep lojmin për hopjen e sezonit pak si vonë, edhe pse është për hera parë për neve me shtëpiza këtu, besoj që sot jena gati në mbrëmje me fillu. Do të filloni në mbrëmje, apo? Në mbrëmje, po, na kanë lajmëruar për diçka që ka koncert, muzikë, live, për festën e 28 nëntorit. Besoj që ka më shku mirë. Ndonjë njoftim tjetër a keni marrë prej kryetarit komunës së Prishtinës? Jo, nuk na ka jep ndonjë njoftim tjetër. Na ka ardhur para një javë, për çështja që kena marrë para 2 ditë, nuk kena pasur edhe shumë kohë për me rregullu shtëpizat, po besoj që sot jena gati.